Në Qendrën për Kulturë në Kërçov u shfaq ekspozita personale e artistës së talentuar nga Tetova Arbana Dehari e titulluar Margaritar volumi 2. Ekspozita me portretet duke shfaqur emocionet e çiltërta të fëmijëve e punuar në vaj pëlhur me dimensione të ndryshme është ekspozita e 4 e artistes Arbana Dehari, e cila foli për televizionin Uskana rreth kësaj ekspozite dhe rrugtimit të saj artistik. Ekspozita në Kërçov gjithsej për afërsisht ma 20 deri 21 vepra arti. Do me thënë, unë jam marrë më shumë me portretet, veçanërisht portretet e fëmijëve. Këtë ekspozit kam dashur të shfaq emocionet dhe ndjenja që paraqesin fëmijët në rrethana të caktuara, gëzimin, hidhërimin, mërzinë e kështu me radhë. Veçanërisht më shumë kam dashur që të paraqes naivitetin fëmijëror. Fëmijët janë ata që i paraqesin ndjenjat më pastër dhe më sinqerisht se sa një i rritur. Do me thënë një i rritur mund ta fshehë, në qoftë se është i mërzitur, buzëqeshë dhe e kalon situatën, kurse një fëmijët janë me vërtet shumë më të sinqertë. Edhe pikturat i kanë punuar në teknikën vaj në pëlhur, me dimensione 50, 70 deri në 10 cm, me dimensione të ndryshme, më sakt, edhe kështu. Po kjo është ekspozita ime e 4 personale, këtu në Kërçov. Kjo ide më lindi që nga studimet. Në vitin 2020, kur diplomova, unë temën e diplomimit e kam pas pikrisht me fëmijët, me emocionet, me grimasa që kanë ata. Mund të them se kjo ide lindi gradualisht, veçanërisht kur ishte kjo pjesa e refugjatëve kështu me radhë. Fillimisht u fokusova te portreti, por nuk e kisha të caktuar moshën, në cilën edhe me tritur kisha edhe me fëmijë, po pastaj unë u fokusova më shumë te fëmijët. Edhe me këtë temë diplomova, pastaj vazhdova edhe me ekspozitat me të njëjtën temë. Në Tetov, për shembull, e kisha pak më ndryshe. Në Tetov i kisha me fëmijët e varfër. Në rrethana më të vështira, aty i kisha me grimasa më të mërzitur e kështu me radhë. Mirë po, te ekspozitat tjera, qëllimi im ka qenë që fëmia të jetë tema kryesore. Fëmia të jetë kryefjala, pavarësisht se çfarë rrethane. Edhe kështu erdha deri te ky cikli që është Margaritar. Rreth ekspozitës Margaritar volumi 2 foli edhe profesor Osman Qerimi, i cili vlerësoi lart punën e artistes së re Arbana Dehari. Unë mendoj kjo është një ekspozitë retroaktive, posaçërisht është dedikuar në portretin e fëmijëve, ku paraqitet me ngjyra të vajit, në pluhur, është me vërtet një artiste e re, talentuar, ku me vërtet ka bërë një lëvizje të portretit në pozicione të ndryshme, në forma të ndryshme, do të thonë paraqitet në mënyrë objektive, respektivisht ashtu si duket, do të thonë është realiste, është dedikuar artit real, jo abstrakt, dhe vrej shumë, kështu është mjaft e talentuar, edhe e ka arritur atë qëllimin e duhur që duhet të ketë portreti. Shoh që ka lëvizje të lloj-llojshme, ku shumë bukur e trajton efektin e dritës dhe hijes, ku drita dhe hija gjithmonë krijojnë iluzionin e formës. Dhe mendoj që është një mjaft e talentuar, një artiste e re.